Dhe unë sot këtu kam ardhur për nderin e gjeshërve të mi, për nderin e prindërve të mi, dhe për amanetin e djalit tim që ka humbur jetë, dhe kur ka ikur më ka thënë, ka komeja. Dhe sot në mëngjes, kam vajtur tek varri i djalit tim, i kam këput di karafila, dhe i thash, babi sot do vritet për tia. Bravo. Janë ata se ma kujtoj ki. Ma kujtoj ki. Dhe më ka thirrë dhe Spaku në momentin që morën kretarin e bashkisë të Imarës Jorgo Goron, që mori kurajon dhe e firmosi tapin ton, më kam thirrë në Spak dhe i kam thënë prokurores që Kakomeja është aty, nuk është në Tiranë dhe nuk vjen dot. Dhe një viciot i fundit të mbetet, do vritet për Kakomen. Bravo. Sa të ketë një vic atje, nuk e merr një Kakomen. Sa të ketë një vic atje, nuk e merr një Kakomen. Sa të ketë një vic atje, nuk e merr një Kakomen. Këtë gjë ja kam thënur dhe ati banditit e parë që u futi hundën në Kakome. E kam takuar Dritan Qelen, e kam takuar me 5 shok të ming në Llogora. Kush është ky? Dhe i kam thënur, ai ka qenur hajduti i parë që u fut këtu. Dhe i kam Dhe ti vestosh rruga ishtë të kalosh nga fshati në Vic, për ndryshe nuk e merë. Dhe këtë e tregoj fakti, sot e 25 vjetë, dhe tërë jetën sa t'jemi në gjallë, nuk e lëshoja. Faleminderit, dua të falenderoj dhe të gjithë ata të rinj dhe të reja, ata djemë dhe vajzat të mrekullueshëm në Tiranë, që i dhanë mbështetje dhe sollën demokracinë e vërtet në Shqipëri. I falenderoj në zemra. Ja, ta mbylli baba që e ka nisur. Kam edhe një fjalë se Edhe ai leka dhe ai që kanë marrë këto janë drogaxhinj dhe ka marrë toka televizion.